falimenton dhe bizneset e afrikanëve të gjorë që nuk konkurrojnë dot me këtë budallik që bëhet në Evropë në subvencionet. Subvencionet është një nga mënyrat për ta mbajtur tjetrin peng. Subvencionet në kupton që biznesi jot ka diçka që nuk ecën. Përndryshe, po të kishte diçka që ecte, o do merrte kredi dhe do vazhdonte të shkryente kredin sipas një plan biznesi, ose përndryshe tregon që është gjithkohës underwater, është gjithmonë në ujë dhe ka nevojë për subvencion për është fut inteligjencë artificiale. Ku janë ekspertët? Nga do vinë ekspertët që do trajnojnë biznesin shqiptar? Në fakt, personalisht mendoj se kjo çështje nuk është vetëm kombëtare, pra vetëm çështja e Shqipërisë, por bota është përballur me disa deklarata që realisht janë shokuese. Për shembull, Elon Musk deklaron që do të vijë një kohë që puna nuk do të jetë më domosdoshmëri. Pra njerëzit nuk do kenë më nevojë të punojnë, sepse do kenë një minimum jetese. Po formulat e Elon Musk, tani unë po pyes, ku do vinë trajnuesit që do përgatisin biznesin për tyr në BE? Eksakto, këtu desha dilja. Dhe deklarata e dytë shokuese e botës ishte që leku nuk do të jetë më domosdoshmëri siç ka qenë dikur më përpara. Pra nuk do jetë çështje ka kjo me trajnuesit tani? Kjo do bëj trajnues? Për arsye sepse ne po përballemi me ritme shumë të shpeshta globale. Me një mikun tim i Por e trajnuesit nga do vinë, më thuaj mua, mos thuaj çfarë do ti tani, këtë pyetjen time. Nga do vinë trajnuesit që do trajnojnë biznesin, ta përgatisin të bëhet të hyj gati si zotni në Europë. Pra, me një mikun tim po ta thot, nuk do ketë nevojë as për punë, as për biznes, as për lesh. Do ikin gjitha. Do kemi një rend të ri global. Rend i ri botror. Kemi formë të funksionuarin ndryshe dhe kjo është realisht e arritshme edhe personalisht për arsye sepse po bëja disa kalkulime sot në mëngjes dhe po shikoja që inteligjenca artificiale përveç se do të arrijë që të krijojë një punë për ty, një biznes për ty, pra ju nuk keni biznes. Do e krijoj biznesin, do marrë një produkt të shumica dhe do e shes, do e nxjerr në rrjetet sociale dhe jo vetëm kaq, po do e parashikoj edhe paraprakisht se sa klientë janë të interesuar për ta blerë këtë produkt. Për arsye sepse ne gjatë gjithë kohës jemi të përgjuar. Gjatë gjithë kohës ne e dim çfarë na duhet. Nëse unë jam duke kërkuar me mikun tim një palatlet, çai ke bërë emisionit e çove në 2030 direkt. Prandaj çfarë kemi të bëjmë me perceptim tjetër të rregullave, jo vetëm çështja e Shqipërisë. Jemi me këmbë tot akoma ne, të lutem. Shiko, unë mendoj kështu Shqipëria. Këto ekspertët që duhet të trajnojnë biznesin. 2030-ën, me thënë 30. Flasim për 2030. Po si film fantashkencë. Qysh më keq se kaq. Personalisht unë besoj sepse merrem me teknologjinë dhe me blockchain dhe është e mundshme, a priori është e mundshme. Okej, shiko tash.